Get ready with me për të ju treguar një histori që do ju shokojë dhe në fund do të më tregoni edhe ju në komente në qoftë se ju ka ndodhur apo keni qenë prezent në një situatë të tillë. Në videon e sotme do ju tregoj një histori live në parukeri, ku realisht jam shokuar dhe normalisht nuk do të shkoj më kurrë aty. Aty isha me një shoqen time e cila ishte bindur që në qoftë se shkojmë në kryeqytet do të ketë persona që janë më me eksperiencë për të lyer flokët. Plus ajo kishte parë dhe postime në Instagram ku normalisht çdo gjë duket edhe më e bukur. Pasi lëm oraret nëpërmjet rrjeteve sociale, shkuam në ditën tjetër në sallon dhe aty na priti një vajzë e cila ishte tek recepsioni dhe na pyeti në qoftë se kishim orar. Shoqja ime donte të lyente flokët dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ne shkuam në këtë sallon, ndërsa unë përfitova dhe mendova që të bëj një butterfly cut. Dua të them që në fillim çdo gjë dukej shumë okay, kishte muzikë të lehtë në sfond, ambienti ishte shumë i bukur dhe i pastër në pamje të parë. Por normalisht më vonë çdo gjë ndryshoi dhe ne nuk e prisnim as pak këtë, duke qenë se në fillim na dha një vibe shumë pozitiv. Shoqja ime që kishte një lyerje flokësh e pyetën vajzat e stafit menjëherë çfarë lyerje dëshiron. A ke ndonjë foto, ndërsa unë po prisja pasi kishte sërish njerëz të tjerë dhe duhet të prisja radhën time. E vetme gjë që më duk pak e çuditshme ishte një zonë që dukej si pronarja, ajo që bënte lyerjet besoj, fliste me